Më more vitet, më more besimin, por nuk arrite në asnjë mënyrë që të më marrë shpirtin. Nuk arrite të më marrësh dinjitetin. Dhe pikërisht aty, në atë mes humbe gjithçka. Nëse një ditë do të pendohesh, mos kërko të më gjesh. Gruaja që të priste me buzëqeshje pas derës nuk ekziston më. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë bashkë me ju letrën e radhës. Më besoni këtë që po u them, që është një letër që ju do t'ju befasoj. Bëhet fjalë për një grua e cila ka zbuluar tradhëtin tek bashkëshorti, tradhëtin me kolegen të punës, një grua që ka investuar në biznesin e bashkëshortit të saj, por e vërteta po i del krejtësisht ndryshe. I dashur bashkëshort, nëse po e dëgjon këtë letër, do të thotë se më në fund vendosa të hesht më. Por unë them që vendosa të mos të hesht më. Për vite me radhë heshta kur kthehesh e vonë në shtëpi, heshta kur nuk më shikoje më në sy, heshta kur buzëqeshja jote nuk ishte më për mua, dhe besoja se çdo martesë kalon periudha të vështira dhe se dashuria jon do t'i përballonte të gjitha këto periudha. Sa e gabuar që isha. Më kujtohet dita kur u njohëm. Nuk kishim shumë para, por kishim shumë ëndra. Më mbaje dorën dhe më thoje se nuk do të më lije kurrë të vetme. Më premtove se gjithçka do ta ndërtonim bashkë. Dhe unë në të vërtet të besova. Punova pranë teje. U kujdesa për shtëpinë, për familjen edhe për ty. Çdo sakrificë e bëja me zemër sepse mendoja se po e ndërtoja të ardhmen tonë. Po ndërsa unë ndërtoja familjen, ti në këtë mes po ndërtoje një jetë tjetër. Në fillim nuk dyshova për asgjë. Përmendje gjithmonë sekretaren tënde duke thënë se ishte shumë zonjë dhe ishte shumë e zonja në punë. Nuk më shkonte kur ndërmend se ajo grua do të bëhej arsyeja pse familja jonë në thelb do të shkatrohej. Një mbrëmje u ktheve me shumë vonesë në shtëpi. Telefoni yt vazhdonte që të binte. Për herë të parë në jetën time, e mora në dorë telefonin tënd. Nuk doja të të kontrolloja, por zemra më thoshte se diçka nuk ishte më në rregull. Ajo që unë e pash, në të vërtet, mua më shkatroi. Mesazhe dashurie, fotografi, premtime për një jetë të re, dhe fjalia që nuk do të haroj kurrë. Sa po të mbaroj gjithçka me gruan, çdo gjë që ka do të jetë e jona. Në atë çast ndjeva sikur toka u hap poshtë këmbëve të mia. Mendova se tradhëtia ishte fundi i dhimbjes. Por në të vërtet nuk ishte. Pas disa javësh zbulova se kishe kaluar prona, llogari bankare dhe kursime në emra të tjerë. Dokumente që unë i kisha nënshkruar pa i lexuar sepse të besoja. Dhe ti e përdore besimin tim si armë kundër teje. Dhe në një ditë unë humba burin, shtëpinë, sigurinë dhe jetën që kisha ndërtuar për shumë vite.
Qava derisa nuk më dolën më lot. Dhe çdo cep i shtëpisë më kujtonte jetën që besoja se në realitet ishte e vërtet. Nuk më vriste vetëm tradhtia. Më vriste fakti që njeriu që doja më kishte mashtruar për kaq gjatë. Shpesh e pyesja veten time pse. A nuk të desha mjaftueshëm? A nuk sakrifikova gjithçka për ty? A nuk isha pranë teje në ditët më të vështira të tuat? Dhe përgjigja fatkeqësisht nuk erdhi kurrë. Ti zgjodhe një rrugë tjetër, por Zoti i Madh shef gjithçka. Kur mendove se kishe fituar, fillove të humbje gjithçka. Ata që ndërtojnë lumturinë mbi lotët e dikujt tjetër, një ditë përballen me pasojat. Kam dëgjuar se marrëdhënia jote me sekretaren nuk zgjati siç e kishe ëndërruar. Konfliktet, gënjeshtrat dhe interesat zëvendësuan dashurinë që besoj se e kishe gjetur. Ndërsa unë u ngrita jo sepse nuk kisha më frikë, por sepse nuk kisha më zgjedhje tjetër. Fillova të punoj nga e para, kërkova drejtësinë, mësova të jetoj pa ty dhe çdo ditë ishte një betejë. Por çdo mëngjes, mua më bënte edhe më të fortë. Sot nuk jam më gruaja që priste të dëgjonte një fjalë të mirë nga burri i saj. Jam një gruaj që ka mësuar të mos e ndërtoj lumturinë mbi premtimet të askujt. Ti më more pasurinë, më more vitet, më more besimin, por nuk arrite në asnjë mënyrë që të më marrësh shpirtin. Nuk arrite të më marrësh dinjitetin. Dhe pikërisht aty, në atë mes humbe gjithçka. Nëse një ditë do të pendohesh, mos kërko të më gjesh. Gruaja që të priste me buzëqeshje pas derës nuk ekziston më. Ajo vdiq ditën kur zbuloi tradhtinë tënde. Në vend të saj lindi një grua më e fortë që nuk lejon më askënd ta shkel. Po e mbyll këtë letër me një lutje për çdo grua që po kalon të njëjtën dhimbje. Mos e humb veten për dikë që nuk di ta vlerësoj dashurinë tënde. Lotët do të thahen, plagët do të shërohen. Dhe një ditë do të kuptosh se fundi një tradhtie mund të jetë fillimi i një jetës që ti në të vërtetë e meriton. Lam të mirë, kjo është era e fundit që të shkruaj. Nuk të urej më, thjesht nuk ke më vend në zemrën time. Në fakt, kjo është letra që kjo grua ka shkruar, më thënë nga një tradhti që i ka ndodhur. Unë gjithmonë kam qenë kundër këtyre gocave që futen në martesë, por ju mund të jepni mendimin dhe versionin tuaj në këtë histori.